Kur morëm vesh që vdiq Kristofori nuk vdiq, po e helmuan. Për që arsye, ata e dinë. Kur morëm vesh neve, i bëm varimin, i bëm të gjitha, dhe e përcuam në varë. Kryehirësia e tij, Imzot Kristofor Kisi, ishte kryepiskopi i parë kanonik i Kishës Orthodokse Autokefale të Shqipërisë. Ai lindi në 1881 në lagjen Kala të Beratit. Emri i fëmirisë tij ishte Sotir, emër që do ta lindte kur të dorëzohej diakon më 20 prill 1910 në Konstantinopol. Duke qenë se ishte i prirur për një jetë shpirtërore, ju përkushtua studimeve teologjike, duke studiuar në shkollën teologjike të Patriarkanës së Konstantinopolës në Halki, të cilën e përfundoi në vitin 1908, duke mbrojtur diplomën e tij me temë mbi prejardhjen e jetës murgjërore. Mbas mbarimit të studimeve, u emërua mësues në gjimnazin Jovan Banga në qytetin e Korçës. Para luftës ballkanike, Kristofor Kisi u kthye në Stamboll dhe në 2 nëntor 1917 u dorëzua në gradën e episkopit të Sinadonit në Patriarkanën Ekumenike, duke shërbyer për 7 vite, deri në vitin 1923. Në vitin 1923, u dërgua në Stamboll një komision i posaçëm nga qeveria shqiptare e asaj kohe, me qëllim zhvillimin e bashkëbisedimeve me Patriarkanën Ekumenike për marrjen e autoqefalisë së Kishës Orthodokse Shqiptare, të cilat, për fat të keq, dështuan. Për t'i dhënë fuqi dialogut dhe mbështetje kanonike këtyre përpjekjeve, ndërhyri vetë Patriarkana Ekumenike, duke dërguar eksark një episkop shqiptar, erudit dhe me autoritet të lartë, si figura e Imzot Kristofor Kisit. Ai la Stambollin dhe erdhi në Shqipëri, dhe po në këtë vit, 1923, u emërua episkop i Beratit dhe më pas në vitin 1934, episkop i Korçës. Së bashku me episkop Ierothe Andoniaho, me origjinë nga Përmeti, i dërguar edhe ky më parë si eksark nga Patriarkana Ekumenike, dorëzuan në mënyrë solemne e kanonike në gradën e episkopit Atë Theofan Nolin, mitropolit të Durrësit, Gores dhe Shpatit, primat dhe eksark i gjithë Ilirisë, Detit Perëndimor dhe gjithë Shqipërisë, me 24 nëntor 1923, në katedralen e Shën Gjergjit në Korçë. Kjo ishte një nga ngjarjet më të shënuara e historike të Kishës Orthodokse Shqiptare, sepse tregon hapat e para të zhvillimit një kishe orthodokse autoqefale lokale si Shqipëria, e cila ishte një shtet i pavarur që nga viti 1912, por ende pa një kish orthodokse autoqefale dhe të pavarur, siç ishin kishat e tjera orthodokse në botë si motra. Në vitin 1929, Imzot Kristofor Kisi tërhiqet nga presionet e kohës së mbretit Zog në manastirin e Ardenicës në Kolonjë, për të mos marrë pjesë në veprimet antikanonike dhe ultranacionaliste që po kryeshin në ndikimin e tij brenda sinodit të Kishës Orthodokse Shqiptare. Por pas dorëheqjes dhe pendimit të kryepiskopit të mëparshëm Imzot Visarion Xhuvanit, më 29 maj 1936, Imzot Kristofori pranon të vihet në krye të atyre që donin autoqefalin e Kishës Orthodokse të Shqipërisë dhe njohjen e saj botërisht dhe kanonikisht nga Kisha Mëm,
Patriarkana Ekumenike. Lajmi I shumë pritur erdhi. Më 12 prill 1937, Sinodi I Shenjtë I Patriarkanës Ekumenike dekretonte njohjen e Kishës Orthodokse Autokefale të Shqipërisë dhe po atë ditë Patriarku Ekumenik Veniamini I parë I dorëzoi tomosin I Mzot Kristofor Kisit duke e njohur atë si kryepiskop kanonik I Tiranës, Durrësit, Elbasanit dhe I gjithë Shqipërisë. Për aq kohë sa qëndroi në krye të Kishës Orthodokse Autokefale të Shqipërisë, nga viti 1937 deri në vitin 1948, I Mzot Kristofori dha një kontribut tepër të madh për ruajtjen dhe zhvillimin e ortodoksisë në vendin tonë. Della Chiesa Ortodossa, Vittorio Emanuele III è ricevuto dal capo della Chiesa Autocefala d'Albania. Pavarësisht problemeve të shumta gjatë pushtimit fashist italian në Shqipëri, I Mzot Kristofor Kisi me diplomacinë e tij të shquar, siç mëson edhe shkrimi I shenjtë, me pastërtinë e një pëllumbi dhe zgjuarsinë e një gjarpri, u ngjilli sipas Mateut, kapitulli 10, vargu 16, mundi të shmang probleme të shumta që I kanoseshin kishës, siç ishte viti 1942, kur ai u thirr nga mëkëmësi I mbretit Viktor Emanueli III, Francesco Jacomoni. Ai u gjet në presionin e tij që në mitropolit e vendit të emëroheshin në krye të hierarkisë ortodokse episkop uniat të rritit bizantin nga Kalabria, të cilët ishin nën jurisdiksionin kishtar nga Papa I Romës. Këtë propozim, kryepiskopi Kristofor nuk e pranoi dhe nisi bashkëpunimin me teologun Ilia Banushi nga Shkodra, I cili kishte mbaruar studimet teologjike në Beograd. Ilia Banushi pranon të hierotoniset duke marrë emrin Irine si episkopi I Apollonis për të shmangur këtë rrezik të madh. Në vitin 1945 në Shqipëri u vendos regjimi I ri komunist I Enver Hoxhës. Dhe në vitin 1948 Kristofor Kisi u detyrua të japë dorëheqjen nga posti I kryepiskopit. Pas largimit, ai u zvendësua nga kryepiskopi Pais Vodica, një figurë më e pranueshme për regjimin komunist dhe bashkëpunëtor I tyre. Pasi u tërhoq me presion nga jeta kishtare, ai u mbajt në mbikëqyrje të rrept nga sigurimi I shtetit dhe u izolua në ambientet e kishës së Shën Prokopit në kodrat e liçenit artificial. Më 17 qershor 1958, ai ndërron jetë në rrethana të paqarta, I shoqëruar nga dyshimi se vdekja e tij nuk ishte e natyrshme, ku sipas njerëzve të tij të ngushtë thuhet se u helmua. Si shumë klerik të tjerë të gjitha feve në Shqipëri, ai mund të jetë eliminuar nga regjimi për të shmangur çdo mundësi rikthimi ose ndikimi në komunitetin ortodoks të Shqipërisë. Gjatë despoti, si që thoshim neve se gjatë despoti, ka qenë kryepiskop I Shqipërisë, por në kohën e monizmit ai u përzekutua dhe e internuan. Ja hoqën të drejtën me një rrogë shumë të vogël, në një jetesë shumë të keqe, e çuan në Shën Prokop. Atje jetonte I mbyllur dhe izoluar. Bile dhe kur kalonte rrugës, po t'i fliste do njeri, ai thoshte, mos më folni, e ndinte veten shumë të
ofenduar. Neve pjesëtarët e familjes shkojmë shpesh, e shikojmë me gjyshen shkoja vazhdimisht, i qojmë ndonjë gjë për të ngrënë, megjithëse ai nuk larmonte gjëra për të ngrënë shumë, jetonte në një jetë mjekësore vetë. Dhe merresh ishte fizikant dhe kimist. Po atje nuk e kishte konditat, se më përpara në Mitropolinë e Vjetër kishte një zyrë të madhe, që merresh me një laborator kimik, që merresh me kimi dhe me fizik. Ishte njëri urtë shumë, i dashur, na ndihmonte, mua më kanë ndihmuar vazhdimisht, se edhe si jetime kështu, më kanë ndihmuar edhe me materiale dhe me tolla dhe me gjëra, se kisha edhe gjyshen, që gjyshja kishte vlla. Na merrte të dy bashkë me vllajin, na çonte. I bënte një jetë shumë monotone, një jetë të mbyllur aty me studimet, sa e që shikoni me libra në dorë dhe ishte shumë i mirë, i dashur. Në vitin 1958, para disa ditëve, erdhën disa Amerikanë nga shqiptari ishte ky, erdhën nga Amerika për të atakuar. Por ky ishte i veçuar në ato gjëra, i shmangte të gjitha këto gjëra, atëherë ishte izoluar për të atakuar në Dajt një vizitë. Megjithëse ky nuk shkoi, nuk desh të vinte. I prunte një radio peshqesh, nuk e pranoi atë radion. Edhe bënte atë jetën atje me një dhomë shumë të vogël, me kushte shumë të vështira. Vazhdimisht kishte edhe besa të tjera, i çonjin ushqime, kështu i çonjin ndonjë gjë vetë me gjëra të thata që hante. Para datës 17 qershor të vitit 1958, këtë e kanë elmuar me acid klorhidrik në gojë. Dhe kur na lajmëruan neve e kemi gjetur poshtë krevatit, në agoni, me shkum në goja. Ishte vllai, ishim njerëzit tanë kështu, që e gjetëm. Dhe ai na shikonte në sy me shumë ngushëllim, me shumë mamgjim, e marrim dhe çojmë në spital. Në spital i thash njërit nga atyre mjekëve që ishte, thash i bëhet një autopsi, po ti shikon të çfarë autopsi ti bësh këtij, një ekzaminim mjekësor, autopsi. Ky kishte shkum në gojë, e kishin ndjekur në acid klorhidrik. Dhe më të nesme, më datën 17 qershor të vitit 1958, mbaroi. Edhe u bën një ceremoni fetare në Kishën e Vjetër, po jo ashtu siç e meritonte ai, se ishte dhe koha që ishte po hiqeshin këto të drejtat, mbylleshin kisha. Po mbylleshin kisha. Të thjesht kështu. Edhe një varr atje në Tufit, ku unë shkoja shpejt, vazhdimisht, e kam dhe njerëzit e mi atje të afërt. Edhe ja kanë prishur atë titullin kryepiskop Kristofor Kisi. Ja kanë gëzëndur, ja kanë gricur atë. U shkoja shpejt dhe shpesh bile, ndesja edhe nga inqiria aty, më shikojnë pse i ndes këtia, pse do të ndisja se unë jam besimtare, e kam besimin në shpirt, jam edukuar dhe prindit besimtar, aq më tepër nga xhadespoti, jam besimtare vetë nga shpirti. Edhe më përpara hecja me një kalendar të vjetër që mbaja krishmët, festat fetare, Krishtlindjet, Pashkën e Madhe, të gjitha. Kur ishte në Kishë, predikonte shumë bukur, ka studuar në Turqi shumë vjet, ka ikur shumë i vogël, siç më tregonte gjyshja, ka ikur shumë i vogël nga Shqipëria, atje ka bërë edhe 8 vjeçare, domethënë siç ishte natë, derisa mbaroi universitetin. Erdhi këtu pastaj me poste të ndryshëm. Edhe ai mbajti autocefalin këtu për një periudhë të madhe, se ishte patriot mbi të gjitha. Patriot, besimtar dhe patriot. Ai nderohet në të gjithë botën. Edhe në të gjithë vendet e botës, me emrin e kryepiskop Kristoforit, po ti thuash të nderojnë gjithë besimtarët dhe gjithë jashtë. Besimtar shumë i mirë dhe shumë i urtë mbi të gjitha. Kujtimi më i bukur se të vinim me takojmë dhe na vinte keq. Kujtimi më bukur kam kur isha e vogël me gjyshen, kujtimi më bukur në çdo manastir që bësh panair unë vija me të. Bashkë me gjyshen dhe me vllajin. Vllai nuk jeton sot. Ishim të vegjël, na merrte me vete në çdo se gjyshen atë motrën e vet, unë e kam patur. E donte shumë të gjyshen, se kjo e kishte rritur. Edhe na merrte
Shëna Vlash, në shëngjon të Elbasanit, në shëna unë i mbaj mend ato kështu si të gjitha i mban mend që çdo panajir shkoja. Dëshira ime e fundit është që kryepiskop Krisi t'i ngrihet figura. Ka qenë kryepiskop dhe ka mbajtur ato qafjollin, ka qenë mbi të gjitha patriotë. Doktor Krisin e kam pasur mik dhe kurshillak. Ka qenë njeriu i shquar, me pozitë, i ndershëm, i respektueshëm, shumë i urtë, i mençëm, skenstar, po më shumë e respektoshë vishin në kishë. Pse? Për të dëgjuar fjalimin e tij. Ky ka qenë episkopi i Beratit. Masandaja u bë kryepiskopi. Në kohën e Zogut nuk u marrë vesh me qeverin, e internuan në Elbasan, në Shëngjon. Ati ndaj një vit, kja ndaj e qonë në Adenicë. Ndaj ndaj 4 vjetë. Bide edhe njërë, ati e u dojtë vuzjarin, shpëtoj vetëm me robat e tja. Të gjithë librat që kishe përkëthyrë të kishe bërë, nuk thashë për atë që u doje, po më mëtej për indeksin e librat që kishe bërë. Kështu këshem dëgjoj nga i. Një kohë pastaja, të them, i kishe frikë i të fusin burg, në kohën e Enverit. E kishem shtëpinë në rrugën e Elbasanit, më vinte nga njerë në shtëpi. Edhe më tha, më dha dorën, i pusa dorën, më dha një fishek me flori. Dije se mund të shkojnë në burg, e ta shikoja, ta vizitoja. Pasaj nuk shikje, nuk e morën. Në një kohë të gjatë. Ka qenë shumë i ndershëm. I afrova me të gjithë, i më vesh, po serios. Serios ka qenë. Të them të gjitha të mirë i ka pasur. I njëjtër e jashtë shtetit kishte qenë. I kishte dëgjuar emrin e tij, që ishte si shkencëtar dhe teologu i madh. Unë kam qenë fëmijë në momentin kur kam njohur në fronin episkopal në qatë kishin. Kishte një portret për njeriu serios, ishte me kulturë, predikimit e tij megjithëse nuk i mbaj mend që kishin Jehonën. Unë di që nga zonja Luiza Stasoli, e cila ishte mbes e kryepiskopit, që momentin kur erdhi një interesim nga Amerika, nga kisha jonë shqiptare e Amerikës, donte të takonte kryepiskopin, edhe qeveria vendosi të mos e takonte. Edhe tha që është sëmurë, i tha atyre të ardhurve. Edhe hyri në veprim, Luiza ishte prezente në Shën Prokop, ku banonte kryepiskopi Kisi i hequr nga froni. Ishte më 49 uoq nga froni, më 48-49, edhe kjo ndodhi në 58-ën. A i shkonte në kishë, nga kisha e Shën Prokop, shkonte për liturgji ose më shonte në Shën Prokop, por ishte njeri pa në një influencë reale, përveç asaj morale që të gjithë e respektonin. Dhe atë natë që shënon vdekjen e tij, Luiza ishte në dhomën tjetër ku dëgjoi të klithura edhe shenja që dikush po vdishte me shkull me
të vjellura. Kam njoftur këtu në kishë Kristofori, kur ishte i internuar në Shëmprakop. Atje vinja, rinte, bënte muhabet 5 minuta edhe hikte në dhomën e tia. Rinte i veçuar nga të gjithë. Kur morën vesh që vdiq Kristofori, Kristofori nuk vdiq, po e helmuan. Për çfarë ata e dinë. Kur morën vesh neve, i bëm varimin, i bëm të gjitha dhe e përcuam në varë. Di vetëm që, si që më tha ajo, që doktor Dibra, kur vajtën për ta marrë trupin e tij, i tha, vuri kishtin në bushë edhe tha, mos ndjeni. Ky ishte fundi i kryepiskopit. Kjo këshill e këtij doktorit Dibrës, që mos u ndjeni, Domethënë këtu është punë qeverie, prandaj ndoshta një helmim. Mos rrezikoni. Ajo që u bë. Dëshmia e gjetur në shënimet e tij personale nga kleriku i kryepiskopatës së Tiranës, At Marko Papajani, 1905-1990, hedh dritë mbi vdekjen dhe varrimin e Imzot Kristofor Kisit. Ai shkruan më 18 qershor 1958. Ishte ora 5 e pasdites kur Imzot Kisi ndërroi jetë në Spitalin e Përgjithshëm Civil të Tiranës, më 17 qershor 1958. Pas ekspertizës, mjekët deklaruan se vdekja e tij ishte e shkaktuar nga një hemoragji në tru, e cila i mori jetën brenda 48 orëve. Shënimet në ditarin e tij përshkruajnë shërbesën e varrimit si më poshtë. Imzot Kristofori u varros më 18 qershor 1958 në orën 4 të pasdites. Të gjitha shpenzimet e varrimit u bën nga kryesia e kishës. Disa detaje shumë të çmuara nga At Marko Papajani përshkruajnë se trupi i të ndjerit u mor nga spitali dhe u vesh me stolit kryepriftërore. Pastaj u vendos në një arkivol të denj, bërë posaçërisht për një kryepiskop të denj si Imzot Kisi. Më pas, trupi u dërgua në kishën katedrale të kohës ungjillizimi dhe lajmi i vdekjes u bë i ditur menjëherë nga të gjithë besimtarët pas deklaratës zyrtare nga kryesia e kishës. Të gjithë ortodoksët e Tiranës erdhën në kishë për t'i dhënë lamtumirën e fundit kryebariu të tyre. Kisha ishte e mbushur me besimtar, përveç tyre familjar e besnik të Imzot Kisit. Njerëz të shumt nga kryeqyteti, intelektual dhe miq të të ndjerit. Në fund të shërbesës, zoti Niko Çane mbajti fjalimin e lamtumirës duke vënë në dukje virtytet e larta me të cilat ishte i pajisur Imzot Kristofori, siç ishin urtësia, ndershmëria, kultura e gjerë dhe mbi të gjitha besnikëria, virtyte këto që e kishin bërë të nderohej dhe të respektohej nga të gjithë. Mbas përfundimit të shërbesës së varrimit në kishë, e përcollëm kryepiskopin ton në banesën e fundit, në varrezat e Tufinës në periferi të Tiranës. Madje edhe atje në varr, sipas rregullit të kishës, ju bën lutjet përkatëse. I përjetshëm kujtimi i tij. Kështu e mbyll në shënimet e ditarit të tij At Marko Papajani më 18 qershor 1958 në Tiranë. Në përfundim të këtij dokumentari, theksojmë se vdekja e kryepiskopit Kristofor Kisi ishte pjesë e një strategjie më të gjerë të regjimit komunist
për ta zgjësuar fen në Shqipëri. Kjo fushat kulmoi në vitin 1967, kur Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti i parë ateist në botë, duke ndaluar të gjitha besimet fetare dhe duke persekutuar klerikët e mbetur. Të gjitha këto virtyte e bëjnë kryepiskopin Kristofor një njeri të madh dhe me vlera të çmuara intelektuale dhe kishtare, vlera të cilat shtohen edhe me vdekjen e tij martirike. Në thelb, e gjithë jeta e tij ishte një sakrificë. Ai zgjodhi jetën angjëllore, atë të përkushtimit, sakrificës dhe shërbimit pa përfitim ndaj kishës dhe Perëndisë. Jetë e cila e nderoi deri në frymën e fundit. I përjetshëm, kujtimi yt, o vëllai ynë i lumur dhe i gjithmonë kujtueshëm.